Dredhza, boronica, mjedra e molla janë vetëm disa nga kulturat që kultivohen në pemishten demonstruese të organizatës IADK. Në këtë hapësirë po aplikohen metoda moderne të bujqësisë, ku përmes teknologjisë digjitale dhe sistemeve të ujitjes automatike monitorohen në mënyrë të vazhdueshme nevojat e bimëve. Zenel Bunjako, drejtor ekzekutiv i organizatës IADK, thekson se kjo pemishte është krijuar pikërisht për të mundësuar fermerëve mungesën e praktikës në terren. Ideja ka rinë për shkak që farmerët s'kan pas ku me kryu pjesën praktike. Gjatë demonstrimeve teorike, ne u dashur aty në atë pjesën teorike që mësojnë në klasë me pas ku demonstrojnë. Na kena pas fat mirë që këtë pemishte kanë ndihmuar donatori në bukë për botën nga Gjermania, i cili na kanë ndihmuar me ngritje të pemishte, me ble tokën këtu. Edhe tani IADK ka fatin e mirë që është pemishte ekzistuese këtu, edhe është toka të cilën e shfrytëzojmë bashkërisht edhe me farmer për me tregu teknikat e fundit edhe inovacionet në sektorin e bujqësisë, përkatësisht në sektorin e pemëve. Këtu ne kemi në këtë pemishte, kemi ngrit plantacione me mjedër, me boronicë, me mollë, dardhë, kumbull, vishnje, edhe me bimë mjekësore aromatike, me drezë, mirë po gjithashtu edhe kemi një serë demonstruese. Qëllimi jonë i fundit është që ne demonstrojmë teknikat e fundit në bujqësi, demonstrojmë shërbimet këshillimore të fundit, mirë po edhe ndryshimet klimatike edhe digitalizimi edhe në bujqësi të përfshi edhe smart agriculture ose bujqësinë e mesme. Përveç fermerëve, mundësi për të mësuar në këtë hapësirë kanë edhe studentë vendor edhe ata nga jashtë vendit. Edhe studentët kanë mundësi me krye, po kanë mundësi edhe studentat e jashtëm, jashtë Kosovës me krye. Ne vitin e kaluar kemi pas dy studente faktikisht, të cilat e kanë kryer dhe masterin, e kanë pas temën të dreza, me po teknikat e ndryshme të kultivimit edhe ushqimet e ndryshme, për cilat ato që kanë marrë temë të masterit. Kështu që ne jemi të hapur si organizat, nuk jemi kompani, jemi organizat që kemi dëshirë sa më shumë me shpërndon njohuri. Këto njohuri mund mi marrë edhe farmerët, edhe studentat, edhe nxënësit e shkollës mesme, po edhe organizata të tjera të cilat merren me bujqësi ose shoqatat e prodhuesve të tjerë. Përveç pemishtës, stacioni meteorologjik dhe senzorët për ujitje digjitale janë ndër teknologjitë më të avancuara në shoqat. Gjithashtu këtë pemishte, ne kemi vendosur një stacion meteorologjik, i cili i ka senzor të vendosur në tokë në 3 nivele, mbatin e temperaturës, mbatin e lagështisë tokës në 2 nivele, me qëllim që të ujitet bima, pema, vetëm në momentin kur i nevojitet mas shumë të ujit. Domthonë këto është një teknologji ku ujitja bëhet në mënyrë digjitale. Domthonë inxhinieri ose tekniku e lëshon ujit sipas kritereve të cilat i jep senzori i cili është i vendosur në tokë. Domthonë as nuk i jep ujë më tepër ose as më pak, vetëm sipas nevojës që ka bima. Sepse edhe sasia më madhe e ujit, edhe e vogël i shkakton stres bimt edhe nuk ka zhvillim të mjaftueshëm. Po ne kemi vetëm një punëtor teknik, i cili kryen punë teknike sipas udhëzimeve të ekspertit ose të ekspertave. Eksperti i perimeve e udhëzon kur është koha e trajtimit, kur është koha e ujitjes, e virës e kështu me radhë, ndërsa ekspertja e pemëve e udhëzon kohën e krahasitjes, ujitjes për pemë, mirë po eksperta gjithashtu i demonstron edhe pjesë tjera të praktikës për shkak të krahasitjes. Bunjaku shton se në serën demonstruese kultivohen edhe domate, speca e tranguj. Këtu praktikisht jena në një serë, ku ne bëjmë kultivimin e perimeve, do fillu për materialit fidanor, edhe kultivimin e perimeve, në këtë rast domate, speca, tranguj. Dallimi i kësaj serës me serë tjera që janë tradicionale është se kjo serë është në mënyrë digjitale, e automatizuar, me ujitje të mençur, me hapje të mençur, kështu që i ndihmojnë shumë organizatës edhe si fermë demonstruese për farmerë tjerë, po edhe për përdorimin e saj. Dallimi kryesor është se kjo serë ka senzorat të cilët janë të vendosur në tokë, të cilët e masin lagështinë e tokës, edhe në bazë lagështisë të tokës bëhet ujitja e sipërfaqes. Siç e thash edhe më herët, bëhet ujitja vetëm sipas nevojave të bimës, as më shumë as më pak, në mënyrë që ujitja të bëhet sipas nevojave kërkesave të bimës, as sipas vegetacionit. Gjithashtu, kjo serë ka edhe senzor të tjerë, të cilët e masin temperaturën, e cila temperaturë krijon kushte optimale temperaturës të kontrolluar brenda serrës. Këtu janë vendosur senzor ku nëpërmes pjesës digjitale bëhet hapja dhe mbyllja e serrave. Derisa hapjet edhe mbylljet e serrave të tjera tradicionale bëhen mekanike me dorë, ku farmeri duhet me shku me mbyllje me hap,
Kje hapjen e mbylljen e serës e bën në mënyrë digjitale. Domthonë nuk kena nevojë për fuqi punëtore me armë me mbyllës e me hap, po hapja bëhet varësisht pe kufive të temperaturës të cilën ne kemi programuar. Domthonë edhe hapja, edhe mbyllja, edhe ujitja është e meqër, automatike, e kurse në fuqi punëtore jap bimes temperaturë optimale dhe jap bimes ujë në mënyrë optimale sipas kërkesave. Gjithashtu dallimi i kësaj serës është, gjithashtu ujitja që bëhet këtu, bëhet nëpërmes plehrimit, gjithashtu bëhet nëpërmes kësaj ujitjes me një sistem që quhet Venturi, ku plerat kalojnë nëpërmes sistemit të ujitjes edhe e ushqen edhe ujitin bim. Në këtë pemishte, ekspertja e pemtarisë Ekzona Hajra tregon se po teston kultivar të dredhësës dhe metoda të ndryshme kultivimi. Aktualisht gjendemi në parcelën demonstruese të dredhësës, e cila është një parcelë që është ngritur në vitin 2024. Dhe momentalisht kemi 3 kultivar të ndryshëm. Kemi kultivarin e albës, kultivarin e klorit dhe kultivarin e klerit. Kështu që bima siç po shihet është pak në fazën, apo më të themi në fazën përfundimtare të prodhimit, sepse gjenden në vitin e tretë, dhe kështu që pritet që vitin e ardhshëm se me largu këto fidane, për shkak se dreza është një kultivar shumë i qartë, mirë po nuk ka një përrëllim të mjaftueshëm mbas vitit të tretë. Për momentin kemi 2 lloje të agrofolieve të ndryshme, kemi agrofolien e bardhë dhe agrofolien e zezë. Kemi dashur me marrë një eksperiment që me pa dhe rezultatin edhe tek prodhimi i drezës dhe një prodhim demonstrues për të gjithë njerëzit që vinë na vizitu, për fermer të ndryshëm, për studenta, edhe për me pa se cila është mënyra më e mirë e duhur e kultivimit të drezës në të ardhmen. Gjithashtu ujitja e drezës bëhet në mënyrë digjitale, sepse kemi sensorët, të cilët tregojnë në mënyrë automatike se sa ka nevojë me ujit bima, që kjo ndihmon shumë që bimi mos me e fut në një stres të panevojshëm dhe mos me shpenzu sasi të ujit e cila nuk është e nevojshme me u harxhu nëse nuk ka nevojë për ujitje. Për mbrojtjen e dredhësave, ekspertja shton se gjithë parcela është mbuluar me sera për shkak të ndryshimeve klimatike dhe rreshjeve të shumta të viteve të fundit. Tërë parcela siç po shihet është mbuluar me serë. Kjo ka rrjedhur për shkak se duke pa ndryshimet klimatike dhe dëmet që janë duke shkaktuar viteve të fundit në Kosovë, për shkak të ngrisave të mëndshme pranverore, atëherë kjo është një mbrojtje për to dhe ndikon pozitivisht në secilin kulturë, veçanërisht edhe për drezën. Nuk është as pak sfiduese, duke marrë parasysh se teknologjitë e reja që po dalin dhe po e lehtësojnë shumë punën nëpër parcela të ndryshme, është shumë e lehtë me mirë mbajtur, se dhe është një frut shumë i këndshëm edhe me pa përsysh, se dhe edhe për me ngronë që Produktet e kultivuara këto po përdoren në mënyrë direkte gjatë trajnimeve, duke i ndihmuar pjesëmarrësit të fitojnë njohuri dhe aftësi praktike për zhvillim të mëtejshëm në bujqësi dhe vetpunësim.